A është ecja në natyrë një mënyrë për të medituar mbi krijimin e Allahut? Gjithsesi, njëra prej mënyrave më të mira për me meditu rreth asaj që ka kriju Allahu Dhul Xhelal është kur na ballafaqohemi drejt përzitit me natyrën. Dhe njëri prej shkrimtarëve musliman e kam pas lexuar me dresi duke qenë që mohabet ka 40 vjet mira, domthonë 37 vjet sigurisht mira i ka. Kisha lexosha një shkrimtar musliman e kishte bërë një krahasim mes një njeriu që jeton në fshat edhe në mal, edhe njeriu që jeton në qytet. Edhe ai bëke një krahasim edhe një konstatim thekë se njeriu që jeton në fshat edhe në mal i ka parakushtet me qenë besimtar më i mirë se ai që jeton në qytet. Pse? Përse ai që jeton në fshat edhe në mal vazhdimisht është në kontakt, në korrelacion me atë që ka kriju Allahu. Malet, gurt, drujt, uji, domethënë, këtë çka ka, kafsht, janë krijesa që ka kriju Allahu. Në qytet ballafaqohesh vazhdimisht me gjëra që ka bën njeri. Për shembull, shtëpia, ballnesa, asfalti, trotuari, çeshma, këtë çka ka rreth e përqafte janë gjëra që ka kriju njeriu. Edhe pse ai që është në fshat ka mundësi që më besimtar se është në korrelacion me atë që ka kriju Allahu dhe normalisht kjo vetë e shtin atë me mendu për Allahun. Edhe normalisht elemente të tjera se shpesh herë në për qytetet tona për shkak ndotjes së ajrit e kështu me radhë, rrallë ndodhin me pa qiellin me hyje, ama kur vjen mal mbiesh, do thotë veç pak që natën kryet ka qielli, mahnitesh me atë mrekulli të yjeve të shumta që i shef në mal. Ecja në mal, përveç që është sport, përveç që është aktivitet fizik, përveç që është një relaks psiqik gjithsesi, është një momentum shumë i mirë që njeriu të mediton mbi atë që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu Dhul Xhelal në Kur'an ka përmendur shumë ajete kuranore që me nxit besimtarët me shiku qiellin, me shiku malet, me shiku kafsht, me shiku detin, me mendu rreth anijes se lundron deti, këto i ka përmend për me na nxit neve me mendu. Për shembull, njëra prej sureve e thot drejt për drejti afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, pse nuk shikojnë në devën se si është kriju. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, e qielli si është ngrit. Wa ila al-jibali kayfa rufi'at, kayfa nusibat, edhe kodrat si janë ngul, shife. Për shembull kur ka thonë Allahu kodrat janë ngul, s'është ditë gjeologjikisht se një mal sa ka domethënë sa ka lartësi, as ka edhe thellësi, s'është ditë. Ama Allah po thot edhe kodrat si janë ngul. Edhe andaj dalja në mal do thot është një moment shumë i mirë që njeriu në momentin e qetësisë psiqike shef madhninë e asaj që ka kriju Allahu Dhul Xhelal.